duke folur tani për Saukun, deri në zonat e Farkës, po themi, dhe zonën e Petrelës. Dhe sa shumë Tirana e gjithë kështu? Ndërsa pjesa tjetër, që është pjesa e periferive urbane, pra suburbi i kryeqytetit, me siguri do ketë zhvillime më intensive, po do duhet që këtu të kuptojmë që jeta në këto zona duhet zhvillohet, të themi, në 15 minuta nga vendi ku jeton. Të gjitha gjërat duhet jenë atje. Kujdesi shëndetësor, shkollat, mund të ndërtosh një grup pallatesh, por kur ka shkollë, kur nuk ka... Të gjitha, rrethet artistike, kinemaja, teatri, libreria, biblioteka, të gjitha këto duhet jenë afër. Si kanë pritur këto projekte kur ja keni thënë në kombinat banorëve dhe atyre gjatë takimeve që ju keni pasur? Kombinati është, si me thënë, ka disa vite që pret. Dhe kjo pritje në një aspekt saktuar do vi për mirë, sepse do vi me një plan dhe me një investim shumë të përqendruar, i cili do të jetë shumë organik me gjithë kontekstin aty. Nuk do të kemi harxuar para për të bërë arna, dhe është më mirë nga ky aspekt, nga pikpamja ekonomike. Do të ndërtohet çdo gjë e re nga e para. Do të ketë zona që do të jenë, të themi, që do të ribëhen nga e para, por do të ketë një ndërtim të një niveli të një qyteti të vërtetë. Kemi parë të zhvillime dikur në Milano, i kemi parë në zona edhe në Francë, edhe në Paris. Pra do ketë dhe vende ku do rikonceptohet komplet peizazhi urban. Ama do ruajmë shumë të vjetrën, do ruajmë shumë edhe pjesën e qendrës së Sheshit Garibaldi, do duhet të ruajmë pedonalen, do duhet të kthejmë kombinatit qetësinë, pastërtinë në qendër. Po varrezat krijojnë një lloj problemi me këtë qëllim kaq të madh? Ato në rast se do të administrohen siç duhet, janë një pjesë e historisë së zonës. Jo, sigurisht, po nga që është rritur, do ketë natyrisht që Tirana do të ketë plane të reja. Unë këtu nuk mund të flas tani për gjithë planet që mund të ketë Tirana si kryeqytet, por me siguri që Tirana nuk mund të mbështetet dot vetëm në tufin edhe në shar për nevojat e veta funerale. Pra me siguri do duhet të ketë tutje, ka plane, ka akte, ka me sa diun miratime, edhe lejesh, edhe licencash, edhe për zhvillime private, po edhe për zona ku do ketë, ku ka për shumë zona me siguri nga Kamza dhe nga Veriu, do duhet ketë se s'bën një zonë të vetëm ku do duhet... Ku transmetohet podcasti juaj? Në Facebook edhe në kanalin ton në YouTube. Në YouTube? Që është ju flet kombinate. E ndjekin, do të si e kanë, si është kjo rësia, si? Se keni marrë Edi Manushin atje? Po, e mora një ditë edhe... Se ish kombinat? Po, edhe... Edhe një futbollist mos ka bëj? Edhe Afrim Tolem. Afrim Tolem, po. Ka shumë raste që ka artist, ka... A e mirë pasere? Po, kemi... Do të banorët kombinat, kemi 2-3 podcaste që inqizojmë në javë, dhe kërkesat janë për 10-15. Shumë interesant e ka. Unë nuk di që të ketë një kandidat tjetër, një lloj, po themi, një teknik të tillë. Ndoshta ka pas në një dëshirë, po ja kemi djegur si risi, kështu që e bëm ne për herë të parë, tani s'kam parë. Jo, me sa di unë, Jorita Tabaku e PD-s është ajo që po hap podcastin e parë. Okej. Nga PD-ja. Këte nga krau jonë e hapa unë, kështu që jemi ne parë. Blendi Gonxhe është, ju gjithmonë jeni shkruar për kreativitet. Zoti Gonxhe, si është t'jesh në këtë politikën, t'jesh ministër? Ti do unë thashë, ju keni qenë gjithmonë atë natyrën teknike, keni ruajtur profilin tuaj teknik, kreativ, do thënë edhe në atë të parqeve dhe rekreacionit, keni unë e konsumoj shumë atë natyrën dhe kënaqem, aty është dora juaj. Si të rri ky kostum i ministrit? Se kisha provuar ndonjëherë, kam qenë her pas here në jetë në pozicione të rëndësishme, dikur shef kabineti Ministrinë e Kulturës, siç u thash, dikur në kryetari i bashkisë, pastaj kam qenë drejtor në disa pozicione. Ashtu si kundër me shumë krenari, ndjehem mirë që sa herë nuk kam qenë në këto pozicione shtetërore, kur kam qenë në botën time, në jetën time private, kam udhëhequr projektet e mia private dhe kanë dalë mirë, në kuptimin që kjo të jep ndonjëherë dhe një lloj reference për veten që mund t'ja dalësh edhe jo vetëm drejtor dhe ministër, drejtor dhe zëvendës kryetari diçka e. Pra, ti vlen diçka edhe jo si një njeri në ofiqe shtetërore. Gjithsesi, jeta është gjithmonë një sfidë në çdo aspekt, varet shumë nga konteksti, varet shumë nga mundësitë që na afrohen gjithëve. Ky nuk është një vend që shquhet për mundësitë barabarta për të gjithë. Kështu që gjithsesi kjo që thash është relative. Ajo që më ka bërë përshtypje, nuk po them tani për keqja, për të qeshur, po është që ditën që kryeministri publikoi ditën që kryeministri publikoi një Twitter për emërimin tim
në postin që mbaj sot, u bëra papritur, pra njoha papritur të paktën ja 3 ministri. që do më thënë, papritur kuptova që kisha 3.000 miq që nuk i njihja, por që ata më kishin mik prej 20, 30, 15 e më shumë vitesh, edhe kjo ishte, do më thënë, kjo ishte një shok, po themi, i ati momentit parë. Nuk ju tha fare, zoti Rama, që ka menduar kështu a pranon se ti... Jo, unë jam thirrur atë ditë që ka qenë e hënë, kam përshtypjen në ora 3, dhe kam mësuar për këtë ftesë të tij për të më ofruar të post, dhe me njëherë ai ka postuar një Twitter ku ka lajmëruar lajmin për... Po sigur mos pranon aty. Po natyrisht kur thirresh në atë moment dhe vihesh përpara një ftese të tillë, natyrisht do thuash po ose jo. Por që është një moment që nuk... Pra nuk kam qenë informuar përpara. Do të thënë që do bëj këtë gjë ose dua të bëj këtë gjë. Unë do doja në këtë momente, Regje, lutem atë fletën e votimit të KQZ, sepse aty është lista e gjithë kandidate, te numri 5 është Partia Socialiste, dhe aty te lista e mbyllur 12 dihen ata janë të sigurt. Te lista e hapur, po i lexoj se i kam nxjerr, Anila Dena, Ebrem Pllumi, Pandeli Majko, Blerina Gjulameti, Erion Braçer, Monela Felaj, Etilda Gjona, Fatmir Gjafa, Klotida Bushka, Mimi Kodheli. Tani, zoti Gonxhe, ka shumë... Nuk e di pse lexove vetëm kaq pak, pra se aty janë 37. Jo, këta janë ministra, ish ministra dhe me një potencial politik shumë më të rëndësishëm, fjala vjen se sa, po them unë, pa pasur në një Sofika Leshi. Më kupton, nuk thot në një gjë në krahasim me Mimi Kodhelin. Këtu e kam fjalën unë për aspektin politik. Vota është e shenjtë dhe vota është një mister, kështu që vota nuk Se ke provuar Se ke provuar një, kështu që mister ti vetëm ke votuar. Po pra, këtë po them. Edhe juve se keni provuar që të votojeni. Jo, s'dua të votoj. Ja, unë tani që po e provoj, po e them që është një ndjesi shumë ndryshe nga ajo që ke vetëm kur voton. Pra, në këtë moment kur votohesh, kur duhet votohesh, është një ndjesi që ndonjëherë të merr frymën, nga Jo, e kuptoj, po si do fitosh me këta? Me këta nga pesha që ka. Por them që vota është e çuditshme dhe dinosaurët mendoj që të gjithë emrat vlen. Po diskutim. Po si do fitosh me këta? Se nëse marr përballë zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste mori 18 mandate. 12 janë listë mbyllur, mbeten 6. Në tek 6 2 do jenë zonja, atëherë mbeten 4. Në rastin se do jenë 6, do jenë 2 zonja, do jenë 4 zotëri, në rastin se do jenë 7, do jenë 2 zonja, do jenë 5 zotëri. Në rastin se do jenë 8, do jenë 3. Rastin më të mirë do jenë 3 zonja dhe 5. Këtë nuk e di që t'ja them tani, po më duket se përsëri janë 2 zonja, sepse se llogaritë 1 në 3. Se duhet të jenë prap 2 zonja dhe 6 zotëri. Gjithsesi në të gjitha skenaret e mundshme, ajo që ka rëndësi është se çfarë do të bëj sovrani dhe si do ta mendoj sovrani atë ditë dhe do respektojmë gjykimin dhe votën e sovranit. S'ka asnjë gjë që të jetë kjo nuk mund të jetë dramë për askënd, kjo nuk mund të jetë dot as humbje në kuptimin e të gjithë ata që janë atë listë janë fitues në kuptimin që imagjinoni ju është besuar të përfaqësojnë një partinë më të madhe politike sot në Shqipëri, elektoratin më të madh të paktën që deri në zgjedhjet e vitit 2023 në Shqipëri, në kryeqytet, është ndertjesh në atë listë. Unë ju thash kam shumë vite në historinë e vendit tim, të qytetit tim të Tiranës, edhe është një moment që është vërtet shumë i gjithsesi ministër je i emëruar. Emërohesh, të besohet një detyrë. Është nder shumë i madh. Deputeti i zgjedhur. Është nder shumë i madh. Kur je në listën e hapur, mendoj që është absolutisht një informacionet tona, këtë do na e vërtetoni ju, është që vendosja o arsyeja vendosjes tuaj në listë hapur është e tillë. Nëse ju votoheni dhe merrni mandatin e deputetit dhe cilësoheni si një kandidat i votuar, ju jeni potencialisht kandidat për të qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Domethënë në garën për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Ky ju thatë ky është gossip, thash e theme, ose po themi një si ta themi. Ka një gjë të keqe që bëjë Gonxhe të jetë kandidat për kryetar Bashkisë. Jo them është gjithsesi një hamendje për një mundësi që nuk ç'duhet bëjun për këtë, si mund ta komentojun këtë.
Absolutisht që vota për kryeqytetin në këtë rast për këtë listë do të tregoj, natyrisht do flas për një vullnet politik të kryeqytetasve karshi kësaj liste. Dhe kjo nuk diskutohet. Sa më mirë të dalin këto zgjedhje, natyrisht aq më shumë besim ke transmetuar dhe aq më shumë vlerë i ke shtuar edhe subjekti politik që ne duam që të jetë gjithmonë më lart, që është Partia Socialiste, dhe çfarë duhet të komentoj tjetër për këtë gjë, nuk di ta komentoj. Se kuptova, ishte pyetje apo ishte thjesht konstatim? Pyetje. A aspironi për të qenë kandidat për kryetar Bashkinë e Tiranës? Kjo është prap një pyetje që del të nxjerr komplet nga konteksti i Jo, këto pyetje nuk i bën ti tani podcast jot, po këtu bëhet çdo lloj pyetje. E nxjerr edhe këtë që ne bashkëbisedim ton nga ky kontekst. Unë e kuptoj që gazetaria e ka këtë pjesë edhe që ju bëni detyrën tuaj dhe e bëni shumë mirë. Pra është një provokim që është normal për ju, por mendoj që mua më nxjerr komplet nga konteksti ku jam. E para një herë, unë duhet të jem shumë i kujdesshëm që fushata ime dhe fushata edhe si ministër të jetë në respekt të plot të gjithë kolegëve që janë në atë listë, sepse aty ka dhe kolegë që nuk janë ministra, ka kolegë që nuk janë deputet. Megjithatë ju e keni më vështirë se sa listë e mbyllur. Po, e kanë fjalën për listën e hapur. Lista e mbyllur, atje ke emra që janë të nderuar për formatet e tyre që nga kryeministri. Nuk më lë, sepse je mjeshtë në gjën që bën. Nuk më lë ta mbroj atë tezën time. Do thoja këtë gjë që siç kam hyrë në atë listë dhe nuk jam i barabartë me shumicën e tyre, me po kaq margj dhe rezervë dhe me kaq themi si të thuash me shumë më tepër modesti se secili nga ata duhet ta marr unë, sepse unë atje jam edhe si ministër dhe ministria që ju lexuat është ministri shumë e madhe. Pra kam një histori shumë të gjatë. Unë kam një histori shumë të gjatë në kryeqytet. Natyrisht që kam bërë mirë, kam bërë dhe ndoshta gabime në jetën time, mund edhe në detyrat që kam mbajtur, por që gjithsesi unë hy me një avantazh më të madh në këtë listë, e duhet të jem shumë i kujdesshëm që të jem, si më thënë, sa më korrekt me gjithë listën, e do ishte jo normale për mua, do fliste jo mirë për mua nëse unë tani deliroja dhe filloja dhe flisja për ç'a do ndodhi nëse unë si mund ta bëj Blendi hipotetikisht marr më shumë vota dhe ç'a do ndodhi se unë mora më shumë vota, do ishte një gjë që nuk do t'i jepte, nuk do ta nderonte këtë garë që ne po bëjmë aty. Edhe pra unë jam shumë i prirur, ju më thatë vetë që në fillim, dhe unë këtu nuk po e bëj për pyetjen tuaj. Unë jam kështu. Pra unë duhet ta marr këtë gjë si një mundësi e cila mua më jepet edhe me shumë atribute të cilët tjerët nuk i kanë. Në radhë parë njëherë duhet ta nderoj këtë mundësi, duhet ja dalim me sukses që të ndihmojmë që Trëndafili në këtë rast që ju kthyem Trëndafilit të Gonxhës. Trëndafili, jo Gonxha që u kthyen Trëndafili. Po pra, dhe Trëndafilit marrin më shumë vota dhe këtu e kanë fjalën votat e reja. Votat e atyre qytetarëve që nuk kanë qenë vota tradicionale të PS-s. Votat të lëkundurve, votat që votojnë për herë të parë, votat të komuniteteve të ndryshme që janë në kryeqytet, të cilat i shtohen Trëndafilit. Me këto vota do bëjmë që ajo lista mbase të jetë jo 5, po të jetë 7, 8 dhe të rrisim listën atyre që futen. Pra, unë duhet punoj shumë. Sa synonin në Tiranë? Natyrisht objektivi duhet ishte që ne duhet synojmë 20. Që të jetë një objektiv. 12 edhe 8 nga lista. Ne duhet synojmë 20, po pse jo dhe më shumë në kuptimin që kjo është një gjë, pastaj nuk është se ka një tavan, por ideja është që unë duhet investojmë shumë, unë duhet punoj shumë, edhe këto fjalë që po themi tani. Ata që na dëgjojnë duhet të kuptojnë që unë nuk jam aty për veten time, dhe duhet të kuptojnë që ne jemi aty dhe kjo listë është e tillë, është shumë plurale, është shumë si themi e pasur dhe përfaqësuese, ka shumë ngjyra, ka shumë themi preardhje, përkatësi, mosha. Ka shumë e kuptoj. Themi përmbajtje si listë që të sjellim më shumë vota, që të bëjmë mundur që të kemi më shumë vota në total si Partia Socialiste për kryeqytetin.